Mos të bëni më, ja 5 ushqime që nuk duhet i vendosni në frigorifer. Qumësht, edhe pse mund të duket e përshtatshme të vendosni enë të mëdha me qumësht në derë, temperatura e tij është më e lartë dhe favorizon në rritjen e baktereve duke mundësuar prishjen. Vendosni qumshtin në pjesën e prapme të frigoriferit. Edhe nëse disa prodhues të frigoriferëve shtojnë një raftë të veçantë për vezë në derë, temperatura atje nuk është konstante. Vezët duhet të ruhen në raftin e brendshëm në paketimin e tyre origjinal. Mishë dhe shpend, proteinat e papërpunuara, siç janë mishi dhe shpendët, përmbajnë lëngje të cilat mund të kontaminojnë ushqime të tjera. Këto ushqime vendosen më mirë në raftin e poshtëm, të mbështjella mirë ose në një enë të mbyllur. Fruta dhe perime. Sirtarët e veçantë të frutave dhe perimeve ofrojnë kontroll më të mirë të lagështisë dhe kushte ideale për t'i mbajtur ato të freskëta. Mos harroni, frutat kanë nevojë për lagështim më të ulët, ndërsa perimet kanë nevojë për më shumë.